Kjo pjesa e frymës është shumë e rëndësishme, edhe për faktin sepse magjistratët duhet kuptojnë diçka që ti je gjyqtar dhe prokuror, domethënë edhe privilegjet dhe autoriteti dhe mbrojtja që ti ke, është që ti të garantosh dhe të bësh mirë punën që bën. Është shërbim publik, nuk është qëllim në vetvete. Pra ti jep një shërbim publik dhe që t'japësh një shërbim publik, aq më tepër se ç'është drejtësia, veçanërisht ke gjykata, se gjykata është e pavarur, pavarësisht se ne harrojmë që sipas ligjit dhe prokurori ka detyrimin të mbledhë jo vetëm provat në favor të akuzës, por ka detyrim ligjor të mbledhë dhe provat në favor të pandehurit. Po gjykata që është e paanshme është ajo që duhet vendosë standardin. Dhe ne kemi problem me masat e sigurimit. Ne vazhdimisht të gjithë kolegët ngrem problemin dhe shqetësimin që ne kemi masën arrest në burg, masën e parë që aplikojmë. Por nuk e ka prokurori këtë. Prokurori kërkon, gjykata miraton. Dhe të shkon edhe në apel miraton. Pra shpesh veprojnë si noterë. Problemi është çik më lart. Një standard. Problemi është më lart. Është inspektori i lartë i drejtësisë problemi. Është më lart, inspektori i lartë i drejtësisë. T'japi një pafajësi një gjyqtar i turren, i marrin dosjen e kontrollojnë. Fut njerëz në burg që pa prova ose me bindje, hiç fare. I çon kërkesë, thonë do protokollu kërkesa. Nuk kanë kuptuar për çfarë janë atje. Inspektori i lartë i drejtësisë është njeriu që kontrollon prokurorinë dhe gjykatën dhe jo ta mbroj. Dhe jam surprizuar kur dëgjova që inspektori i lartë i drejtësisë në një tryezë trumbullak tha gjyqtarëve dhe prokurorëve janë në presion. Po s'ka të detyrë ti, atë ka KLG-ja dhe KLP-ja. Jo ti. Ti ke detyrë të kontrollosh dhënien e drejtësisë, që nga hetimi deri në gjykim. Po ashtu edhe në aspektin civil edhe në aspektin administrativ. Shkruaj një perceptim maksi që prokurorët dhe gjykatësit janë bashkë. Po, natyrisht që bashkë. Natyrisht që bashkë. Që shërben si noterë. Po pra po, vazhdo në asaj që po thotë zoti Haxhia, e këtu është matësi më i mirë dhe më i dukshëm, pafajësit. Në rrasë se shojnë pafajësit në vëndet e Europës perëndimore, ato janë pafajësit të cilat shkojnë mbi 10-15%. Në Shqipëri pafajësit nuk kalojnë 1 as 2%. Kjo tregon, dhe mati po vazhdon të ulet, mund të shkojë edhe nivelin e gjykimit. Dhe kjo tregon jo vetëm nivelin e gjykimit, po dhe faktin që gjykatat në Shqipëri nuk po arrin dot të tejkalojnë atë fuqinë për qenë të pavarura, sepse asnjëherë nuk mund të mendojmë që prokurori ka 100% të drejtë në çdo kërkesë që bën. Dhe këto pafajësi janë treguesi i atij noterizimi që ju thoni. Janë treguesi sa garanci ka individ. Po pra, dhe përveç sa bëjmë ne për papërdorshmëri provash. Absolutisht gjitha kërkesat, përveç pafajësive. Ka dhe një gjë tjetër. Zonja Qeleshi ka qenë gjyqtare përpara. Tash është bërë avokate. Tash sa ishte gjyqtare. Po na pyet ne të themi për zonjën Qeleshi. Po pyet gjyqtaren. Jo, të themi ne. Pse ajo s'ka si tot. Ti e bën si pyetje kolegu ton. Jo. Ton që ke vrarë ka qenë përpara reformës. Jo, sa se kanë vrarë. Jo, po them ka qenë përpara reformës. Pra, deri në atë kohë ka qenë po ky perceptim që avokati ishte i keq bashkë me klientin, apo edhe sot ke gjyqtar shumë përveçuar. Ne po flisim tani diçka tjetër. Që hyt ke reforma, jo për mbrojtur zonjën Qeleshi, dhe për të lidhur fjalët tuaja, zonjës Qeleshi dhe zotit Haxhia, po ju jap një shpjegim. Më thuaj në procesin e vettingut ose gjatë proceseve të ILD-s, kur është çuar ILD-ja, kur është çuar procesi i vettingut dhe ti thot një magjistrat. Ti ke mbajtur në burg pa të drejtë një person. Gjithmonë ka thënë të kundërtën, ti ke luruar një person. Në momentin që do thot ILD-ja, ti zoti gjyqtar, ti zoti prokuror, ke mbajtur pa prova në burg një person, atëherë mendojmë që po kthehemi që po shkojmë. Ka pafajësi më. Instituti i pafajësisë i lloç. Ishte lidhur me perceptimin dhe rolin e avokatit, a ka qenë ndryshe apo jo? Besoj kjo. Po. Tani që ka pasur gjithmonë një problematik, se nuk është se këtu tani ndryshuar njerëzit edhe para pas reformës, se po i konsiderojmë si epokën e tash këto. Ka pasur gjithmonë një problematik, sa i përket qasjes mes si e perceptojnë vetët magjistratët në raport me avokatin. Pa diskutim, avokatia ka problemet e veta dhe nga pikpamja e cilësisë, një pjesë, kjo është e padiskutueshme, siç e ka dhe prokurorët dhe gjyqtarët, se sistemi i drejtësisë është, ne jemi pjesë e sistemit, avokatët nuk janë jashtë. Por gjyqtarët kanë pasur kurajo. Domethënë shihni statistikat, merrni numrat e pafajësive, merrni rastet ku gjyqtarët kanë deklaruar provat papërdorshme, aktet pavlefshme. Trajtimi i avokatit është shumë individual, sa ajo lidhet jo vetëm me shkollën që ti bën. Ne të gjithë kemi përfunduar studimet e drejtësisë, këtu nuk është dikush ka një formim tjetër, diçka më tepër. Është në karakter, në kuptimin e kurajës. Për të mbritur në një përgjegjësi më të madh se një avokat është rëndaluar dhe ndodh një incident që nuk duhet të ndodhte të gjitha, ose të dalin zyrat e shtetit, prokurorisë, domethënë, dhe ta shpjegojnë pse kanë bërë këtë, se mund të kenë drejtë ata, por asnjë fjalë për tyre.
të gjithë kanë mbyllur telefonat. Ata duhet të shpjegojnë zyrat e prokurorisë në këtë rast, duhet të shpjegojnë njerëzve, duhet të shpjegojnë shqiptarëve se çfarë ka ndodhur realisht. Ne kemi vetëm shpjegimin e pjesës së avokatëve dhe kemi një derë të mbyllur për shpjegimin që duhet japin, për transparencën që duhet të ketë ky institucioni prokurorisë në këtë rast. I duhet paguar të zotit Tela se kam një përgjigje direkte me zotin Tela për krahasimin e epokave. Të paktën në gjykatën për krime të rënda, unë jam dëshmitar që gjyqtarët e gjykatës për krime të rënda kanë nxjerrë nga salla e gjyqit për shkelit të solemnitetit disa herë prokurorët e prokurorisë për krime të rënda. Më thuaj një rast që ka ndodhur në Republikën e Shqipërisë pas 2016-s, një gjyqtar të nxjerrë prokurori nga salla e gjyqit. Ky është ndryshimi. Po pyesja pra, pushteti aktual i prokurorëve në raport me ato që ishte më përpara. Po të shpjegoj. Sa prokurorë janë nxjerrë nga gjyqtari nga salla e gjyqit. Në rastin fjalë, prokurori prap është tërhequr, e ka oficeri policisë gjyqësore dhe primin. Kemi regjistruar vepër. Stop, dhe aty duhet shpjegojmë se në Shqipëri jetojmë, ka prokuror të gatshëm dhe nuk mundet që në prokurorinë e Elbasanit ta marrin vesh prokuroria pas 3 ditë që është ndaluar avokati dhe në mënyrë qesharake urdhri i lirimit më njëhershëm, urdhri i lirimit më njëhershëm për gjyqësore. E mora vesh që i arrestuar do të nxjerrë se po shkelet e drejta jote. Efekti presionit publik është kjo. Urdhër për lirim më njëhershëm. Jo pas Zoti Beqesh, më falni. Se lëviz dhe kjo karrike dhe mos bën zhurmë. Mos bën karrike e zhurmë. Me eksperiencën që ka e të gjitha, mos bën karrike. Një njeri që ka shërbyer dhe punuar në seksione në zyra shumë të rëndësishme, thotë në që se prokuroria do të kishte një element sa do të vogël, do të nxirrte dhe do bërtiste me gjithë fuqinë. Ndoshta nuk kanë çaton dhe ajo e ka audio, nuk kanë nxjerrë asnjë element. Tani, komunikata ishte ora audio dhe kam një pyetje për të ikur këtij momenti dhe për dalë një gjë më përgjithshme, më të rëndësishme, po këtu, unë po ju them fare shkurtë do të më thoni, apo kthehet Shqipëria në një republikë prokurorësh, apo ka një shqetësim real për këtë, apo është një perceptim mediatik. Si e mendoni ju tani? Reforma, jo më jo. Se dhe mund mos doni të thoni? Jo më jo. Ka gjëra që nuk i thot? Prit, jo më jo. Si avokati që nuk doli? Jo, mos na provoko. Jo më nuk provokoj unë. Do ta themi edhe trosh fare për të mirën e punës. Trosh pa? Reforma në drejtësi nxori midis të tjerave, nxori në pa një problem shumë të madh. Që prokuroria e përgjithshme ka dalë jashtë lojës dhe prokuroritë e rretheve e reduksionit të përgjithshëm, po them dhe spakut, nuk kanë kontrol. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo e bën që supremacin e prokurorisë në gjitha nivelet dhe të dy llojet të kenë dominancën mbi gjyqësorin.